Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Alo Policia. Ne jemi në emisionin tonë të 4. Sot tema është droga dhe të gjitha ato të cilët janë probleme shqetësuese dhe vetë për shoqërinë. Kemi të ftuar në emision psikologen Boriana Dine, mirë se erdhët mirëmbrëma. Kemi të ftuar avokat Besnik Muçi, mirë se erdhët mirëmbrëma, zoti avokat. Doktoresh Suela Xhufi, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emision. Dhe në linjë të drejt për drejt nga Brukseli kemi gazetarin Jul Kasapi. Mirëmbrëma, Juli, mirë se erdhët në emision. Suksese në emision, për emision. Faleminderit. Po e nisim me ju, meqense jeni dhe në distancë dhe një gazetar patjetër që i jep edhe informacione më shumë lidhur me drogën dhe linjat e drogës. Është një nga problemet të cilët janë bërë disa operacione, si nga policia shqiptare brenda territorit, po ashtu dhe nga bashkëpunime ndërkombëtare, kryesisht Frontex, Europol apo DEA, në bashkëpunim me policinë apo me strukturat shqiptare. Në dijenin tuaj, kush janë kryesisht operacionet më të mëdha të organizuar ndër këto vite? Drogat, cilët janë kryesisht ato që dominojnë dhe janë nga grupet kriminale që përdoren kryesisht në territoret tuaja, kush janë vendet e origjinës dhe si është ky rrugtim, nga kalon, cilët vende ata ndalojnë më shumë? Po, përgjithsisht ose historikisht Shqipëria ka qenë edhe një vend tranziti për një pjesë të madhe të drogave. Tashmë kemi arritur në pikën ku hashashi apo kanabisi prodhohet vetë në Shqipëri dhe operacionet e policisë paktën që nga viti 2016 vijojnë të jenë po të njëjtat, pra gjetja e parcelave me hashash, çuarja para drejtësisë atyre kryetarëve të komunave, po përgjithsisht asnjëherë gjetja e atyre personave ose atyre trafikantëve të vërtetë të cilët mbjellin këto parcela me hashash, ndonse vlen për të theksuar që fenomeni ka rënë përgjatë viteve, kjo edhe për shkak të bashkëpunimit policisë shqiptare me autoritetet siç është Guardia di Finanza italiane, e cila që në atë kohë mbaj mend jo shumë larg, ndoshta përgjatë viteve 2017-2018 solli për herë të parë avionët të cilët bënin monitorimi nga ajri dhe përgjithsisht ka qenë një histori suksesi sa i përket hashashit, por nuk unë them të njëjtën gjë për sa i përket vijës trafikut kokainës që vjen nga Amerika Latine deri në Shqipëri. Duhet kuptojmë që shqiptarët nuk është se kanë qenë të parët të cilët kanë shkuar në Amerikën Latine, por datojnë që prej vitit 2010, emrat një pjesë të cilëve edhe kanë humbur jetën, siç ishte rasti i Adriatik Tresës, i cili rezulton në Ekuador që prej vitin 2010 dhe sipas autoriteteve atje, sepse atje ka diçka shumë interesante se prokurorët flasin dhe në për intervistat paktën për çështje të cilat janë të mbyllura dhe atje shqiptarët e parë, pra që prej vitit 2010 kanë shkuar atje, janë prezantuar si biznesmen dhe përgjithsisht në vendet e origjinës ka qenë shumë e vështirë për trafikantët shqiptar, por tashmë e kanë krijuar lidhjet, pra lidhjen e atij zinxhiri që nga vendet e origjinës, transporti dhe më pas trafikimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht siç është Belgjika, këtu porti i Anversës apo dhe Rotterdami në Holand. Por nuk mbetet jo shumë larg edhe porti i Durrësit në Shqipëri, kjo edhe për shkak të rritjes ndikimit që mafia italiane ka në pjesën e Italisë, siç kanë qenë dhe portet e Italisë, të cilat janë përmendur shumë dhe në raporte ndërkombëtare, siç është Gioia Tauro për shembull në Itali, dhe nga Gioia Tauro ky trafik, kjo rrugë, ky zinxhir ka mbërritur deri në Shqipëri. Dhe nga Shqipëria më pas patjetër që shkon dhe në vende të tjera, nuk mund themi se konsumimi i mbi 600 kg kokainë siç u gjet atëherë tek magazinat e Arbër Çekajt ishte ekskluziv prodhim i cili i drejtohej tregut shqiptar, por që edhe pse Shqipëria ka shërbyer zakonisht si një rrugë kalimi i këtyre drogave të forta, me sa duket tashmë është bërë dhe një destinacion i këtyre drogave të forta, duke parë dhe gjitha raportet ndërkombëtare të cilat thonë se në Shqipëri është rritur konsumi i drogave, nëse nga viti 2016 e këtej kemi pasur hashashin, tashmë janë drogat e forta siç është kokaina dhe kokainë, një cilësi e pastër e cila vjen që nga Amerika Latine. Dhe kjo hallkë e munguar e këtij zinxhiri tashmë është
është e pranishme në Amerikën Latine, ku shqiptarët, unë mund t'ju them pak kur unë vetë kam qenë në Ekuador, në vitin 2021 ka qenë ende epidemia e Covidit dhe në atë kohë ndonë se tregu nuk kishte kaq shumë kërkesë, kjo edhe për shkak të kontrolleve, por edhe për shkak të mos lëvizjeve të shumta, sërish kishte grupe kriminale, nuk mund të flas vetëm për shqiptarë, sepse ata i përgjithsojnë mafjen e Ballkanit, siç thuhet atje, pra është mafja e Ballkanit, në të cilën përfshihen edhe shqiptarët, por ka malazez, ka maqedonas, ka serb, të cilët kanë emigruar më herët se shtetasit shqiptar, por që arrin të marrin 1 kilogram kokainë për shembull për $1.200 dhe më pas nga marrja e kokainës pra me këtë shumë $1.200, imagjinoni, dhe kokaina, duhet kuptojmë që Ekuadori nuk është një vend prodhues i kokainës, por kokaina merret nëpërmjet Perus, me vendet kufitare, nëpërmjet Kolumbisë, dhe të dyja këto vende, pasi blihet kokaina prej $1.200, më pas futja e saj apo përgatitja e saj deri në kontenierët që do të dalin, apo për transportin e saj, 1 kilogram shkonte deri në $5.000, por po të kuptojmë dhe po të marrim parasysh që $5.000 dhe kur mbrin në Europë shitet ndoshta me 30.000 apo më shumë euro, mund të kuptojmë përfitimin apo fitimin që grupet kriminale kanë në këtë sektor, ndaj dhe Ekuadori është kthyer si në pikën dhe portëndalëse të gjithë kokainës së Amerikës Latine, kjo edhe për shkak se lufta është më ashpër në vende si Kolumbia, por ndoshta jo kaq shumë Peru, por që operojnë shqiptarë të cilët bëjnë këtë trafik ndërkombëtar narkotikësh, dhe ndonjëherë mua më bën përshtypje dhe se si në portin e Durrësit, ndoshta disa vite më parë mbani mend që kishim sasi të kokainës të cilat kapeshin, por tani nuk kemi. Çfarë do të thotë kjo? Që kokaina nuk vjen, apo kokaina vjen dhe me sa duket nuk po kapet fare në portin e Durrësit, sepse nuk mund të ketë këtë disbalancë të madhe kur para 1, 2 apo 3 vitesh kapej gjithmonë kokainë në portin e Durrësit dhe tashmë nuk po dëgjojmë më asnjë lajm. Për mendimin tim këto janë flamuj të kuq apo pikpyetje për të cilat ndoshta mund të hetohet më shumë nga autoritetet shqiptare, por me aq sa di edhe policia shqiptare, edhe prokuroria e posaçme tashmë kanë krijuar kontaktet e tyre me Ekuadorin, sepse në vitin 2021 nuk kishin asnjë informacion. Prokuroritë respektive nuk shkëmbenin informacion, policia jo ashtu, dhe tashmë është krijuar kjo lidhje dhe trafiku ndërkombëtar i kokainës ndonse do të vijon dhe do të vijojë, është bërë ndoshta pak më i vështirë. Si janë zbuluar këto grupe, sepse kanë qenë disa informacione që kanë organizuar pastaj këto operacionet përbashkëta midis Europolit, Eurojust dhe policisë shqiptare dhe kryesisht strukturës posaçme. Nga kanë dalë këto informacione, si u zbuluan këta grupe dhe aktivitetet e tyre kriminale? Pjesa më e madhe e informacioneve që mbrin në Shqipëri janë nga autoritetet huaja apo partnere, siç është Belgjika, siç është Franca, apo siç është dhe Holanda, aty ku grupet më të mëdha kriminale kanë bazat e tyre dhe veprojnë patjetër që edhe në Amerikën Latine, por edhe në vende të tjera të Europës. Ne e dim fare mirë se si mesazhet Sky apo të gjitha bisedat Sky dhe Encro kanë ndihmuar kaq shumë autoritetet shqiptare dhe kanë ardhur si një dhuratë nga ndërkombëtarët, dhe shpresoj që ndonse bëhet fjalë për vitet shkuara, pra se ne flasim për mesazhet, ne flasim sot për mesazhe, ne flasim sot për arrestime, por që në të vërtetë veprat penale janë kryer shumë kohë më parë. Unë shpresoj që prokuroria e posaçme, e cila ka për tagër, pra e cila ka për detyrë të hetojë dhe këto grupet e strukturuara kriminale, ne kemi arritur edhe tek organizatat kriminale, ashtu siç ishte rasti i një dosje të Durrësit apo të familjes Troplini, rasti më i fundit që po hetohej nga prokuroria e posaçme. Shpresoj që të shkohet akoma më tutje, por përgjithsisht të dhënat, materialet kanë mbritur nga ndërkombëtarët. Shpresoj që të shkohet më tutje kur them për të arritur dhe për gjetur prova për të shkatëruar një grup kriminal, megjithatë mendoj se në Shqipëri ende grupet kriminale nuk kanë arritur ato
si ta them unë, atë update-in e tyre më të madh për të shkuar në një mafia apo në një organizat strukturuar të mirëfillt kriminale, kjo sepse përgjithsisht të gjitha veprimet përqendrohen tek kreu i grupit, dhe në momentin që kreu të grupit i del emri, në momentin që një pjesë të grupit u del emri, përgjithsisht ato shkatrohen. Nuk kanë struktura hibride, ashtu siç ndodh tashmë në botë, ku grupet kriminale, të paktën në Ekuador për shembull, ka një pjesë të madhe të bandave, nga bandat janë krijuar këto grupe kriminale të cilat kanë struktura hibride që edhe në momentin që goditet kreu i asaj bande, i asaj organizate kriminale, ata janë në gjendje të bijojnë aktivitetin e tyre kriminal. Ndaj dhe është bërë shumë e vështirë, por në Shqipëri historia është me kreun. Në momentin që kreu goditet, atëherë përfundon dhe grupi kriminal, ashtu siç kemi parë të paktën dhe nga rastet e fundit që prokuroria e posaçme ka goditur. Nga disa statistika që morëm nga policia e shtetit, sasia e futur në territorin shqiptar ose sasia e sekuestruar kryesisht e kanabisit është rreth 1.2 ton. Ndërsa nëse flasim për kokainën, kokaina është diku ke 23.9 kg sasia e sekuestruar. Atëherë gjithë ky lum kokaine, gjithë kjo sasi e madhe kokaine, është pjesa e vogël e sekuestruar apo mund të kemi sasi më të madhe? Kjo është ajo që unë po mundohem të them. Pra, nëse pak vite më parë, po të mbledhnim 2 apo 4 vite më parë, në Shqipëri janë sekuestruar dhe ton kokaine. Por problemi është se tani nuk po sekuestrohet asgjë. Unë të paktën kam ngre disa pikë pyetje. A me të vërtet ka një punë kaq të mirë saqë kokaina nuk hyn më në portin e Durrësit? A me të vërtet ka një punë kaq të mirë saqë kokaina jo vetëm në portin e Durrësit, po nuk hyn dhe në pika tjera kufitare, në rrugë toksore, aty ku kemi dhe trafik të armëve në rrugë toksore? Megjithatë, ne kemi parë shembuj se si kokaina ka hyrë në Shqipëri dhe është transportuar dhe deri në Kosovë. Kujtojmë rastin e mishit të ngrirë në magazinën e cila përfundoi në Kosovë, traileri shkoi në Kosovë me kokainë. Ne kemi parë raste se si kokaina ka hyrë në Shqipëri dhe më pas ka dalë pa u prekur. Ne kemi parë raste se si kokaina ka hyrë në Shqipëri, ka shkuar në magazina dhe askush nuk dinte gjë deri në momentin që gjendej kokainë. Dhe duhet kuptojmë që rastet nuk janë vetëm me banane. Sipas autoriteteve të paktën ekuadoriane, aty ku unë kam qenë, ka raste me mish të ngrirë, ai që kemi parë pra në Kosovë, ka raste me fruta, jo vetëm banane, ka dhe raste me orkiz, ka dhe raste me qymyr që ne kemi parë dhe në Shqipëri dhe me plekimik, me gjedh, me lëkur gjedhve. Pra ne kemi parë shumë raste dhe nuk mendoj se ky është momenti që në Shqipëri stopoi trafiku i kokainës dhe në Shqipëri nuk vjen më kokainë. Ndërkohë, nga ana tjetër, konsumimi i këtyre drogave të forta, sipas të gjitha raporteve të ndërkombëtarëve apo dhe raportet brendshme të Shqipërisë, rezulton se konsumimi i drogave të forta është rritur. Dhe kjo tregon një tjetër realitet, pra ku kokaina patjetër që vjen në Shqipëri. Dhe për drogat sintetike, sepse edhe ky është një problem shqetësues edhe në vendin tonë. Kryesisht një pjesë vjen edhe në rrjet postës, ka një sasi të madhe të ardhurë të postës në rrugë ajrore. Këto janë histori, domethënë histori të vjetra, sepse bota njeh dhe mënyra se si droga transformohet nga e bardhë, transformohet në të zezë, në formë gome për të mos u pikasur nga autoritetet doganore, por të gjitha këto janë histori që vijnë nga jashtë. Përgjithsisht droga sintetike si heroina përgjithsisht ka qenë një rrugë kalim, ka pasur Shqipëria ka qenë si një rrugë kalim, nuk mendoj se ka një konsumim kaq të lartë në territorin e Republikës Shqipërisë heroina apo këto droga sintetike. Ka rënë ndjeshëm dhe përdorimi i hashashit, por alarmante është përdorimi i kokainës. Dhe ky përdorim mendoj se të paktën për policinë shqiptare, po jo vetëm për policinë ndonjëherë, por edhe për kufirin shqiptar duhet gjenden apo masa, duhet merren masa apo gjenden mënyra që kjo kokainë që hyn në Shqipëri të sekuestrohet, sepse përgjithsisht është gjendur kokainë, por ka pasur mjaft raste që kokaina ka ikur. Mos flasim më pas për gjetjen se ku do shkojnë ngarkesat me kokainë, ku ndonjëherë policia shqiptare vepron
vepron edhe si e nxituar, të paktën siç ishte rasti i Çekaj apo raste të tjera të cilat është sekuestruar kokainë. Ju faleminderit shumë për të gjithë këtë pasqyrë të këtij aktiviteti shqetësues, jo vetëm thjesht për anën kriminale, por edhe për pasojat që ka në vetë shoqërinë. Faleminderit shumë. Dhe suksese. Natën e mirë. Faleminderit, Yul Kasapi. Atëherë, avokat, po kthehem te kjo. Kemi disa grupe kriminale të identifikuara, kemi disa grupe kriminale të goditura, kryesisht nga operacionet e përbashkëta, por kemi edhe një pjesë të personave të cilët janë ekstraduar, po një pjesë të tyre që kanë vështirësi në ekstradim. Sa grupe ka kriminale ku janë kryesisht të strehuar dhe çfarë procedurash kanë, sa vështirësi ka dhe cilat janë vendet të cilët ne kemi vështirësi për ekstradimin? Shiko, Fatjon, për të thënë se sa grupe kriminale ka në fushën trafiku drogës është shumë e vështirë për ta përcaktuar. Se ne bëjmë një analizën tonë ose ato që çka ka shpreh publikisht e bëjmë me bazë të dhënave publike që dalin në bazë të grupeve ose çështjeve të hetuara ose grupe kriminale të goditura ose informacione të tjera që transmeton autoritetet e huaj ose autoritetet shqiptare gjyqësore, pra është e vështirë të përcaktosh sa është numri, por fakti që ne tani për shkak të përgjimeve të skajit Kroçatit daljes së këtyre përgjimeve, konstatojmë që në vitin 2019-2020 ka pasur grupe të shumta kriminale shqiptare që janë marrë me trafikun e kokainës, po flasim për kokainë nga vendet e Amerikës Latine, drejt vendeve të Evropës Perëndimore, drejt Gjermanisë, drejt Belgjikës, drejt Holandës, drejt Francës, drejt Italisë, Spanjës, tregon që numri i tyre është relativisht i lartë. Pra, janë goditur disa grupe gjatë viteve të fundit nga prokuroria e posaçme për shkak të përgjimeve të Kroçatit, që përsëri janë në numër relativisht të vogël, disa janë kanë frikë me gishtat e një dore numërohen, por një edhe evidente tjetër që tregon që ka grupe të shumta kriminale shqiptare është ajo që ne shohim për ditë, pra faktet e pastrimit parave në Shqipëri. Fakti që në Shqipëria është ndërtuar kantier shumë të madh ndërtimi dhe sipas të dhënave publike të paktën jo më shumë se diku te 10% e këtyre ndërtime financohen nga bankat ose blerësit i financojnë blerjen e këtyre ndërtime nga bankat, tregojnë që gjithë kjo shumë e madhe monetare që vjen nga qarkullimi i parave që vijnë kryesisht nga trafiku i drogës. Kryesisht, sepse ka edhe para që vijnë nga llojet e tjera të kriminal, por kryesisht nga trafiku i drogës. Unë kam bërë para disa kohësh një kërkim në burimet e hapura të informacionit, pra kam kërkuar vetëm në Google cilit rastet e kapjes së kokainës në Shqipëri gjatë viteve 2014 dhe 2024. Dhe konstatohet që nga sasitë minimale të kapura deri nga vitet 2010, 2011, 2012, në sasinë 3 kg, 4 kg, 2-5 kg, një pjesë e cila vjen edhe me postë nëpërmjet postës, pas viteve 2014-15, sasitë e të kapur i arritur në mënyrë eksponenциale. Pra, fillojmë me sasi disa 10, disa 100 kg, deri 600 kg që përmendi dhe gazetari. Dhe sasia totale e këtyre lëndës të kapur përfshin operacionin e Fjet, operacionin e Maldëzi, operacionin që u zhvillua diku në zonën e Tiranës, që ishte me lëkurët e gjetëve, pra nxjerrja e ekstraktimi i lëndës nga lëkurët e gjetëve, operacioni i Elbasanit. Pra, gjithë sasia ishte e konsiderueshme, bëhej fjalë për disa mijëra kilogram lëndë narkotike. Duke pas parasysh faktin që teoria kriminalistikës që autoritetet më të mirë zbatuese, sigurisht edhe Gratieri tha para pak kohësh, nuk kapin më shumë se 10% të sasisë së trafikuar, mendoj se sasia është shumë e madhe. Pra, dhe duke konvertuar të sasi në fitimin e saj për shkak të pastrimit parave kryesisht në Shqipëri, dalin në shifrat shumë të larta, disa 10 miliardë euro, gjatë tyre po themi 10 viteve. Tani, nëse marrim pyetjen se ku fshihen drejtues të grupeve kriminale, sipas informacioneve të fundit dhe sipas të dhënave publike, një pjesë e këtyre dhe sipas autoritetëve huaj gjyqësore, një pjesë e tyre jetojnë në Shqipëri. Një pjesë e këtyre personave që merren me aktivitet kriminal jashtë territorit të Shqipërisë, kryesisht vendet e Evropës Perëndimore. Pra një pjesë jetojnë në Shqipëri, ata që nuk janë identifikuar. Dhe që unë vlerësoj që shkryej aktiviteti i pastrimit parave që kryen në Shqipëri. Një pjesë është bërë një trend pas viteve 2015, 2016, 2018 dhe 2020 sidomos, ka është trend zhvendosja në vendet në Arabi Saudite, Dubai. Dhe në Dubai, pra zhvendosja
e trafikantëve demokratike në këto shtetet e Azis, pra duke drejtuar aktivitetin kriminal nga këto shtete. Pra u bë një modus operandi i mirë veprimi e këtij kriminal që ata vetë qëndrojnë në këto shtete dhe detojnë aktivitetin kriminal e trafikut të narkotike nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të vendeve të perëndimit. Dhe këtu tash një problemi të pjesa e fundit e pyetësuar që mënyra cilët janë problematikat lidhur me ekstradimin e këtyre shtetëve. Me vendet e Evropës perëndimore natyrisht funksionon ekstradimi i shteteve shqiptare. Pra në rast se shtetet shqiptare rrestojnë të shtete për vlerësim kriminale, ekstradimi është një proces i rregulluar ligjërisht në Konventin Evropian të ekstradimit të nënshkruar nga Shqipëria dhe gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Me vendet me Italinë madje ne kemi ekstradimin e shteteve shqiptare në Itali dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi ekstradimin e shteteve shqiptare të këto vende, por ekstradimi i shteteve shqiptare nga vendet e Bashkimit Evropian ku kryhen vepra kriminale në Shqipëri është shumë i rregulluar dhe funksionon ky ekstradim, sikur që ne shohim për ditë lajmet e policisë që shtetat shqiptar dënuar të kërkuar në Shqipëri ekstradohen nga vendet e Bashkimit Evropian. Problemi është ekstradimi nga vendet me të cilat ne nuk kemi marrëdhënie jurisdiksionale të posaçme për ekstradim, pra nuk kemi marrëdhënie në fushën e ekstradimit, që janë vendet e Azisë, i përmendom. Këtu ne kemi dëgjuar te zhvillimet e fundit që disa persona shqiptare janë ekstraduar nga këto vende, por janë ekstraduar në bazën e raporteve vlerësojun, ai sa unë shoh nga jashtë në me bazën e raporteve policore. Raporteve që autoritetet tona të policisë vendosin me autoritetet e policisë të vendeve të Azis dhe bëhet ekstradimi i shtetëve shqiptar. Natyrisht edhe përfshi dhe autoritetet e Ministrisë Drejtësisë, por ne nuk kemi publikisht të njohur një marrëveshje ekstradimi të vendet e Azis, mi bazë të cilës pastaj funksionoi ekstradimi ligjërisht i këtyre shtetëve. Me sa duket kultura juridike dhe kultura e hetimit penal të vendet azatike është e tillë që në momentin që këto konstatojnë që një shtetës kërkohet nga Shqipëria e deportohen menjëherë. Pra nuk e mbajnë më ata në territorin e tyre, sepse na ndodhi në 2 raste që thjesht shtetet ishin deportuar në Shqipëri. Nuk ishin ekstraduar shtetas nga Dubai, por ishin deportuar në Shqipëri, ishin sjellë nga autoritetet policore të huaj në Shqipëri. Pra kjo është një sfidë e shtetit shqiptar që të rregullojë marrëdhëniet e ekstradimit, pra atje ku ka shtet shqiptar që strehohen të dyshuar për kriminal, shteti shqiptar duhet të marrë veprime ekzekutivi që të bëjë marrëveshje që të rregullojë ekstradimin e shteteve shqiptare dhe nga këto vende. Pra, për të mbyllur atë që është cikli i hetimit, përfshi dhe hetimin e pastrimit parave. Sepse trafiku i drogës, pra, veprat e drogës nuk janë vepra pasioni. Janë vepra për para. Do të kthehem pas pak tek pjesa e pastrimit parave, sepse është pjesa që mendoj më e rëndësishme, ku baza ekonomike i mban ato. Nëse nuk do të kenë bazën ekonomike, po kthehem tek ju. Ju jeni një aktivitet, jo vetëm thjesht për profilin si psikologe, por keni mos gaboj dhe një aktivitet lidhur me një linjë të kërkimit të ndihmës kryesisht nga moshat e reja, dhe ajo që na shqetëson si prindër, patjetër përveç aktivitetit kriminal, është droga sot është bërë një trend apo është bërë një problem shqetësues, sepse ka shkuar dhe tek moshat e vogla. Ne do kthehemi edhe ke doktoresha, por fillimisht nga ju, çfarë i shtyn fëmijët ose moshat adoleshente të shkojnë tek droga? Sigurisht që unë angazhohem drejt për drejt me fëmijët edhe të rinjt dhe problematikat janë më të shumta. Duket sikur teknologjia dhe në fakt është si një ndër elementët kryesor ku ka problematika të shtuara të fëmijëve dhe të rinjve, por nuk gjenem pas prej vitesh besoj unë, nuk është më trend i ri ky apo nuk është diçka njërisi që fëmijët apo të rinjt apo adoleshenca influencohen drejt përdorimit të drogës. Sigurisht do të shikoja në disa prizma dhe në disa aspekte. Së pari do ta lidh pakës nga aspekte sociale. Nëse flasim për përdorimin e shkollës e mendjes, e përdorimin e drogës në ambientet e shkollës apo jashtë saj, apo një perimetër të caktuar që vjen rreth këtij cikli, do të thotë që kemi të bëjmë me një presion grupi, pra që të ndihemi të shoqëruar dhe pjesë një grupi, do të duhet që të duam apo s'duam, me tendencë apo me pa tendencë, me dëshirë apo pa dëshirë, të ndihemi pjesë e këtij grupi të pranuar në këtë grup shoqëror dhe të fillojmë gradualisht hapat për të marrë drogë. Më pas sigurisht mund të jetë të influencohesh dhe të shkosh drejt risisë në të cilën gradualisht hapas hapi krijohet edhe varësia, apo dhe të tërhiqet. Kjo pjesa e dytë vjen pakës më vështirë duke menduar moshën e adoleshencës. Së dyti do përcaktoja një komponent tjetër që është familja.
Mungesa e mbështetjes familjare, mungesa e komunikimit familjar, po mund të jenë problematikat e shtuara në familje, po nuk e dihet nëse një fëmijë po përjeton aktualisht një divorc prindërisht, të cilët duan të gjejnë mbështetjen apo duan të gjejnë një tjetër qasje për të ndjerë edhe më mirë të gjitha me radhë. Një komponent tjetër mund të jetë arsimimi i fëmijëve, pra sa fëmijët dëshirojnë të angazhohen në procesin mësimor, sa fëmijët të rinj duan që të mësojnë dhe të krijojnë një background të ri të mësimit për të neglizhuar të gjithë këto elementet e tjerë negativ, por dukshëm fëmijët të cilët nuk e përshkushtojnë arsimimit kanë një deviancë drejt përdorimit të drogave, duhanit që është më i zakonshëm, apo edhe këtyre informalismave të tjera. Dhe një element tjetër që duhet të prek është vetëdia e fëmijëve. Ata nuk janë të vetëdijshëm përgjithsisht, dhe këtu kemi të bëjmë pastaj me ndërgjegjësimin e madh që duhet bërë jo vetëm në shkollë, por edhe në komunitet edhe në familje, mbi domethënien e përdorimit të drogës. Fëmijët kanë dëshira, mund të iniciojnë lehtësisht, mund të kenë kuriozitet çfarë është një lëndë narkotike dhe kanë përgjithsisht bindjen se ata nuk do krijojnë varësi. Por kjo është me bindje, pra që mua nuk më ndodh asgjë, është njësoj si me fillimin e cigares. Të gjithë fillojnë cigaren gradualisht, duke thënë se po pi një cigare, po pi një tjetër, por unë e kontrolloj veten, nuk krijoj varësi. Njëjtë është edhe me këtë proces. Tendenca për t'i thënë vete se unë nuk krijoj varësi është një rrugë e shtuar drejt varësive të drograve të ndryshme që fillojnë që nga kanabis edhe deri te drograt më të rënda. Kështu që vetëdia e fëmijëve apo të rinjve mbi seriozitetin e dëmeve psikologjike, emocionale, mjekësore, fizike që ka droga duhet të jetë në nivele më optimale, gjë të cilën mendoj se është mungesë edhe pse her pas here e di që ka qoftë nga psikologët, nga stafi psikosociale gjitha me radhë që krijojnë ndërhyrje ndërgjegjësimi, por me sa duket nuk është mjaftueshëm. Pas pak përikthehemi përsëri, kalojmë në reklamo. Kur i kthejmë përsëri në emisionin Alo Policia, Siguria në Fokus, jemi në një studio me profesionistë, të cilët sigurisht do trajtojnë në mënyrë profesionale problematikat, shqetësimet që kanë kryesisht për drogat. Kemi doktoreshën Suela Xhufi. Doktoresh, ky je një doktoresh, por njëkohësisht dhe një ekspert shumë mirë, që aktiviteti juaj në media ka qenë gjithmonë i vlefshëm për këshillat, por jo vetëm edhe për analizën, lidhur me problematikat kryesisht me fëmijët. Cila është mosha? Jo vetëm me fëmijët, me çfarë është mosha? Deri ku shkon mosha e personave të cilët përdorin dëm narkotike? Kam që në 2011 ndoshta që merrem me varësinë. Jam marrë për një kohë gjatë me varësinë, dua të bëj një analizë jo vetëm të moshës, por të elementeve të tërë. Normalisht që para duke marrë MCDA, që është një raport shumë i rëndësishëm që merr gjithë vendet e Ballkanit dhe Evropës të përdorimit të drogave, ku është edhe Shqipëria. Vendin e parë dhe klinikën që unë kam, dhe që unë kam përdit, vendin e parë në përdorimin e drogave jo të lejuara, pra që nuk janë të licencuara, e zë marijuana, e cila ka disa variante tashmë. Është futur jo vetëm marijuana biologjike, por është futur dhe marijuana sintetike, që ka një nivel goxha më të lartë probleme dhe të varësisë më njëhershme që jep nga rezultati të C-së lartë ose kombinime të ndryshme që bëhen. Vendi i dytë fatkeqësisht është kokaina. Ka 5 vjet që është shitur përdorim kokainës. Kokaina. Po, arsyet janë më të ndryshme. Në radhë parë është trendi, e dyta është ulur prodhimi i opiumit nga talibanët. Nëse në flasim në vitin 2019-2020, talibanët bënë një prodhim pothuajse me 300.000 hektar lule opiumi, tani ka rënë deri në 10.000. Dhe kjo detyrimisht çon një gap, çon një mungesë të prodhimit të heroinës. Dhe detyrimisht tregu do ta çojë në një drogë tjetër. Dhe jo vetëm përdorimi i kokainës, por janë rritur dhe drogat sintetike të opiateve, që janë shumë të rrezikshme. Sot në Shqipëri kemi raste sporadike, por vende si Gjermania, si Latvia, kanë fillim në përdorimin të fentanylit, të carfentanylit ose të nateksenit, të cilët janë produkte
shumë të rrezikshme, me një sasi shumë të vogël të arrin të bëjë shumë doza për pacientët. Dhe ky është një trend që po futet edhe në Shqipëri fatkeqësisht. Është konstatuar janë raste sporadike, po ka raste. Ka raste sporadike. Problemi qëndron që fentanili nuk qëndron shumë gjatë dhe përdoret në tableta. Për shembull në Amerikë sot ti ke epideminë e fentanilit. Sepse ata e kanë futur në 2019 e futun si terapi shtëpie për post operacion. Dhe pacientët cilët ishin mbas operacionit u jepnin terapi për uljen e dhimbjeve. Dhe këta pacientë u bën të varur dhe në 2023 në arritën gati 200.000 vdekje në ditë nga fentanili, sepse është opiat shumë i fort, gati 50 herë më i fortë se heroina, dhe ka një, është sintetik, është i pastër dhe ka një afinitet të varësisë shumë të lartë. Po dhe Trumpi bëri marrëveshje me Kinën për fentanilit në Francë, se Kina është prodhuesi kryesor. Kina është, dhe cer fentanili, që përdoret, dhe problemi këtyre qëndron që këto nuk janë, ka disa derivate që nuk janë të licencuara as nga FDA për të hedhur në treg, sepse efekti toksik që ato kanë dhe vdekja me njerësh më shumë lartë, pra niveli i toksitetit. Nëse do flasim për moshën, mosha para 5 vitesh e fillimit të përdorimit të një cigare marijuan, të një gota alkooli ka qenë 11 vjeç. Sot që unë flas është deri 9 vjeç. Pra 9 vjeç është mosha e parë që unë shoh në klinikë nga përdorimi. Mua më vjen pacient në moshën 16 vjeç që kanë 7 vjeç që përdorin marijuan. Po vinë vetë apo vinë me familjarë? Jo, nuk vinë vetë. Vetë nuk vinë asnjëherë pacientët. Nëpërmjet familjarëve të detyruar dhe në faza të avancuara të varësisë. Një varësi mestatare sipas atyre protokolleve, sipas vlerësimit që ne bëjmë, psikiatrik ose klinik, deri në të rënduar. Domethënë nuk vinë vetë, nuk vinë. Të paktën privatisht po flas. Mund të vinë në qësutë që vinë për në overdozë ose vinë për të bërë një pastrim dhe pastaj për të ikur. Por nëse do flasim për, duhet të referojmë çik gazetarit që foli. Nëse do flasim për përdorimi është shumë i lartë. Sepse aksibiliteti është shumë i lartë. Domethënë ti e gjen shumë kollaj kokainën. E gjen në mënyra nga më të ndryshme, e gjen duke porositur nga pica. E gjen duke porositur si ilaçe. Sepse kur bëhet në masë sintetike, ka derivate të cilat ti mund t'i, domethënë ka droga të cilat Një mënyrë është vinë me picave. Pica po. Me shitjen e picave marrin. Një tjetër në parti. Për shembull të rinjt sot nuk kanë më ka dhe lokale në blok, patjetër gjithë i dim cilat janë, të cilat i vetë edhe të vjetë pjata, por ke parti për fëmijët të moshës klasave 8 vjeçare dhe vitit të parë, në gjimnazit, cilët e bëjnë parti dhe ata e ndajnë. Sepse normalisht gjysmë grami vetet e 40-50.000 lekë i kokainës. 1 gram vetet 80-100. Po flasim për një cilësi të mirë. Kuptohet që ka dhe një cilësi më të ulët. Ka dhe kokainë sintetike që e bën akoma dhe më shumë që të ulet çmimi. Dhe detyrimisht kjo e bën të aksesueshëm për një pacient i cili nuk e blen dot vetë. Me thëmë, bëhen 3-4 veta, të paktën pacientët që unë kam intervistuar, 3-4 veta dhe marrin e blejnë 1 gram kokainë dhe konsumajnë. Problem tjetër, përveç aksibilitetit është ajo që tha psikologja, që jam shumë dakord, familja. Familjarët nuk e kanë më kohën që të merren me fëmijët. Ndoshta ekonomia, rrëzimi i ekonomisë, të punuarit në 2-3 vende e çon nënën ose babain të mos jenë të fokusuar tek fëmia. Domethënë nuk ka arrin të shohin ato shenjat primare që duhet të shohin te një fëmijë që është përdorues. Nuk shohin që ka rënë nga mësimet, nuk shohin që ka ndryshuar çere, nuk shohin që ai nuk lahet më siç është lar, nuk shohin që nuk ka oreks më, nuk shohin që fëmia nuk flë më natën, po flë ditën, ka ndryshuar shoqëri, është agresiv, ka ndryshuar humor. Pra, nuk i shohin këto gjëra, fatkeqësisht. E çojnë fëmijën deri në ato nivele se ai kalon në varësi të mesme, thash, të rënduar deri në varësi të rëndë. Dhe ky është problemi kryesor, sepse familjat shqiptare ose prindrit nuk e pranojnë në varësinë të fëmijët e tyre. Nuk e pranojnë, me janë si puna e tij strucit që fut kokën në rër dhe nuk duan ta shohin problemi real që ne kemi. Një drogë tjetër që unë e ngroj janë drogat sintetike të tipit të psikiatrikëve, të cilët janë të lishme dhe merren shumë kollaj, siç mund të jetë Xanaxi, siç mund të jenë benzodiazepina, diazepami. Dhe problemi që ndroni opiateve sintetike shiten si
lorazepam ose diazepam. Dhe në qoftë se për shembull në treg të zi ti e merr si fëmijë, merr një tablet 2 mg fentanyl, që ta shet si lorazepam, pacienti mund të bëjë vdekje. Dhe unë uroj të mos i kemi këto lloj fatesh akoma në Shqipëri, por në Latvia, shumë në Latvia, për 2025 ka qenë gati 10 kg niveli i shitjes në Lituani. Me car fentanyl dhe fentanyl, 10 kg. Ka qenë niveli, paktën sipas MCDA-s, domethënë është nivel shumë i lartë. Por që trendi do vi. Një operacion ku kam qenë prokuror për fentanilin. Trendi do vi në Shqipëri. Jo, s'ka problem. E përmend fentanilin sepse diku para 6-7 vjetësh duke qenë prokuror te krimet e rënda ishte një bazë shpërndarje fentanilit në Shqipëri, diku te Deliori dhe kompleksi në atë atje dhe ishin 2 shtetas, një shqiptaro-amerikan dhe një italo-amerikan që banë aty dhe shisnin fentanil dark web e merrin nga Kina, e bënin në porcione në apartament dhe e shpërndanin në Amerikë. Po, në Amerikë është i frikshëm. Në Amerikë është i frikshëm. Kur e pashën sinë ati asaj lënde, se sa u angazhuan agjensitë amerikane kur u returnasin, ka një 7-8 agentë amerikanë, sepse varësia është shumë e madhe. Avion apo stafata dhe bën ata këshyrën dhe ngjarje sepse do ta merri e sill në disk që nga Kina, dhe nuk e di se si e ekstratonin nga diskut, dhe ata e gjetën lëndë, se edhe oficerët tanë, se këtë shënova këtu, se janë përgatitur agjensitë tona rizbatuse. Në atë periudhë oficerët tanë nuk e njihnin si lëndë. Është anestetika. Përdojnë anestezia, nuk ka ndonjë. Ta kërkosh një ambient për ta gjetë dhe sekuestruar dhe analizuar si lëndë, se kërkondon se ende nuk e njohin si duhet agjensitë tona rizbatuse. Në mënyrë që ta kërkuar gjetur sekuestruar dhe pastaj të ndëshkuar persona që merren me këtë trafik. Problemi që është shumë e rëndësishme janë përdorimi i psikotropëve, të cilat i kombinojnë me alkool, që kanë të njëjtin efekt si kur përdor drogon. Edhe këto janë të shtuara, unë i shoh tek fëmijët, sidomos Xanaxin, sidomos diazepamin, tramadolin, e shoh, kemi varësi, ketaminën, e shoh te vajzat e vogla, të cilat ajo mendon se ka pirë një cigare me duhan normal, por ndërkohë ka pirë marijuan, ka pirë dhe ketamin, mund të i hedhin edhe opiate, se dhe opiatin mund ta hedhësh në cigaren e marijuanës. Pra ka shumë mënyra sot që ne i shohim në pacientët tanë të përdorimit të drogës që është goxha në rritje. Por kryesorja është aksesibiliteti, do thosha unë. Kjo është kryesorja. Kjo lidhet me shtetin, e? Po prandaj unë thash, do me thënë, të gjithë faktorët e tjerë janë dytësor. Janë dytësor, sado që unë të mundem si mjeke, si psikologe, si polic, si jurist, në qoftë se unë nuk kam në hyrje me dogana një kontroll të mosardhjes së drogës, ajo do shitet, ose do transportohet siç është transportohet në vende të tjera. Sa masiv është ky? Për shembull, nga një statistikë që kemi nga Policia e Shtetit, kemi procedim penal për 158 mitur. Sa është ky problem shqetësues sepse është një problem që po dëmton, po themi, bazën e një shoqërie. Se këta njerëz nesër do të jenë policët, këta do të jenë punëtorë. Të shtojnë që ti ke përdorim jo vetëm në persona që janë të vegjël, se ata e kanë bërë si trend, janë e ardhmja, por ke në mosha të mesme. Dhe ky është problemi, që nuk e kanë pirë moshë të vogël. Kanë filluar në moshë të mesme, sepse është shumë i lartë aksesibiliteti. Nga këto statistika thotë për moshën 15, 14, 17, pra një moshë e tillë që ka më shumë. Është moshë adoleshencës, kjo është përdorimi në narkotike, nëse një mito fillon përdorimin në narkotike në ato vitet e para që janë shumë shqetësuese që thotë doktoresha, me kalimin e kohës përdoruesi fillon bëhet e shitës dhe pastaj trafikant, sepse nevoja për të gjetur lëndë narkotike tashmë, sidomos ku shkon në varësi, e bën që të merret me aktet paligjshëm. Pra duke filluar vjedhin banesë në shtëpi, të vjedhin sende të vogla si fillim, dhe me kalimin e kohës përdoren nga grupet kriminale për aktin e shitjes të narkotike, të mitur. Se nuk kape nga ligji. Po, deri në 14 vjet deri në moshën 14 vjet që nuk kap ligji. Kemi shumë rehabilitimin për ta. Kurse këta do të jenë moshën mbi 14 vjet natyrisht, proceduar sepse nuk mund të përdoren në 14 vjet, janë mbi 14 vjet, në 14 deri 18 vjet të mitur, pra dhe kjo është shqetësuese. Pra përveç dëmit shëndetësor, psikoshëndetësor që pësojnë të mitur në përdorimin në narkotike, varësia i çon edhe të kriminal. Pra me qëllim që të sigurojnë dozat personale, të bëjnë aktivitet kriminal, të shesin sasirat caktuara nga narkotike, duke edhe u kriminalizuar. Dhe
dhe këtu duke sa shqetësuar problemi lëndë narkotike i drogave, sepse është zinxhir dëmi që i bëhet të miturit dhe shoqërisë më pas. Unë mendoj që ardhmja do jetë shumë e vështirë ardhmja për ne si popullat shqiptare. Është një problem shumë shqetësues edhe për publikun që përdoren motorët e picave. Unë kam parë për shembull në territor italian kur i ndalojnë me grupe të mëdha dhe i bëjnë kontroll. I kontrollojnë për dokumentacionin, i kontrollojnë nëse janë me patenta, i kontrollojnë edhe për çfarë ato transportojnë. Përveç linjës nëpërmjet të motorëve, a sa ndikojnë të rrjetet sociale, ose sa ndikojnë ajo muzika e egër, po themi, ajo muzika e fortë, sa ndikojnë gjitha këta që të çojë tek nevoja apo tek kërkesa e këtyre moshave për Duke përdorë. qenë se jemi në një mjedis lehtësisht e gjendshëm online, gjithsecili, madje nuk është as e vështirë për të gjendur duke u klikuar vetëm me disa kode që rrethi i di mirë se si duhet të klikojnë dhe se si ta gjejnë, le të themi, ato elementët blerës në mjedis të caktuar duke e blerë kështu online. Në platformën e sigurt.al që është linja kombëtare për internetin e sigurt në Shqipëri, në të cilën bëhen të gjitha raportimet me një formë dhune online, neve kemi parë shpesh dhe na kanë ardhur raste në të cilat influencohet pikërisht fshitja e drogës në internet. Thash, janë disa kode që përdoren, por kodet janë lehtësisht të dukshme për publikun e gjerë. Të gjithë neve mund ta kuptojmë se kjo është një profil i hapur për shitblerjen e drograve të ndryshme. Kështu që janë edhe numri i lartë ndjekësisht. Kjo neve na ka bërë përshtypje. Ka qenë në Discord 2 muaj përpara. Discordi? Është edhe Discordi, një profil me 35.000 antar ka pasur, në të cilën përveç se ndaje gjithë kjo dhuna dhe materiale me përmbajtje seksuale për fëmijë të rritur, ka pasur pikërisht edhe materiale në të cilën tregohet pikërisht shitblerja e drograve të ndryshme apo elementeve të tilla. Kështu që online besoj se e ka lehtësuar më tepër punën e gjerë të shitblerjeve dhe ortekut, siç edhe avokati e përmendi, por njëkohësisht duhet patur më tepër vigjilencë, mendoj unë, tek kompetentët, tek institucionet, sepse duke qenë se neve si një publik e thjesht e kuptojmë shumë mirë online gjendshmërinë e këtyre aspekteve, institucionet nuk mendoj që duhet të rinë kaq të përgjumura në këtë rast. Bie që ka një disbalans të madhe midis asaj që duket dhe asaj që duket dhe asaj që jetohet që shteti arrin të. Statistika është maja e ekspertëve. Vetëm një sekondë vetëm për ta ndihmuar. Të ardhurat që kam ose informacionet që kam nga policia, këto që po përmendën, informacionet marrë nga policia sot nga janari deri në nëntor, sasia e ardhur online nëpërmjet postave kryesisht ajrore është 86 kg. Që nuk është lëndë narkotike apo marijuana? Është kryesisht kanabis, kokainë, kanabis. Ajo që vjen fentanyli, biles më saktë 85.97 kg. Fentanyli në Kanada, statistike dhënë nga policia e shtetit. Fentanyli në Kanada është gjetur edhe tek lollipopët, tek lëpirësit. Që është kjo është fatale. Po është gjetur në Kanada para 3-4 vitesh. Dikujt dhe mund ta dëmtosh. Jo, pasojësh mund të ketë. Një rast në Korçë, pacientët janë problem. Kanë qenë 3 vjeç, 5 vjeç të vegjël që në Korçë. Jo, ata ishin marijuana, ishte marijuana. Po ishte eksakt. Marijuana, ishte marijuana medicinale. Jo, ishte marijuana medicinale, se mbaj mend si rast, ka qenë marijuana medicinale dhe mund ta ketë hedhur me sa kuptova unë, ta ketë hedhur në një person që ka ardhur me pushime dhe kishin aty, ta kishin pirë dozë shumë të lartë. Fëmijët kishin pirë sasi të madhe se ato ishin tableta. Efektet e fentanylit janë shumë fatale nëse ti nuk je përdorues i opiateve, nëse nuk ke rezistencë, sepse ai është shumë i fuqishëm, bën ulje të depresive të sistemit respirator, të ul frymarrjen, do të mundosh arrest respirator. Vdekja është baraz me vdekje, fentanyli. Fentanyli është shumë rrezikshëm. Vetëm nëse dhe unë e kam ngritur shpesh këtë në futjen e fentanylit sintetik ose car fentanylit në tablet, sepse këta e shesin fatkeqësisht si lorazepam, me tregtëzi. Ose oksikodon. Mund ta shesin dhe si oksikodon, që përdoret për pacientët që janë përdorës heroinës. Në rastet e atyre që janë përdorës heroinës e kanë tolerancën, po flas për pacientët që nuk kanë tolerancë. Vdekja është patjetër, është e sigurt. Po në rastet e përdorimit, a ka rehabilitim, a ka institucione rehabilitimi dhe
Tani, unë personalisht Kosto e tyre se provoj punoj kanë privatisht. ekonomi, kanë dhe probleme. Unë personalisht punoj privatisht. Me thënë, ka qendra private të rehabilitimit. Arrin të rehabilitohen? Tani, unë personalisht marr persona të cilët kanë dëshirë për të ardhur. Sepse nëse nuk ka dëshirë pacienti, pak të 30-40% të dëshirë për ta lënë drogën, unë nuk futem fare, nuk merrem fare me atë sepse nuk mund ta ndihmoj. Kjo është e padiskutuar. Por, nëse do flasim për qendra rehabilituese shtetërore, momentalisht nuk ka. Presupozohet që do hapet. Është vetëm një pavion i cili e fut pacientit i bën një detox, që ka gati 20 shtretër, jo më shumë, që është ndërkombëtar, dhe ti nuk e mban dot më shumë se 15 ditë. Edhe ajo psikoterapia që mund t'i bësh ose ndihma psikosociale që mund t'i bësh, nuk mund të jetë 15 ditë. Një pacient i varur, të paktën protokollet e mia janë minimumi 6 muaj deri në 1 vit. Jo vetëm farmakoterapi, por edhe psikoterapi që ndjek, sepse ndryshe pacienti nuk mund të rehabilitohet, ka remision. Sidomos në muajin e 4 ose të 5, për rastet e drogave të rënda, kur truri kthehet, bën një remision sikur ka pirë 10 drogë. Do të thënë ti ke 4 muaj që pacienti nuk ka prekur, dhe mbas 4 muajve bëhet një rikthim i gjendjes si një ditë para se ka pirë drogën, sepse është varësia ose krijimi i varësisë tek ta pacient është kaq i thellë dhe kaq kompleks, sepse ai prek trurin. Është prekja pikërisht e neurotransmetuesve kryesor, që siç janë ato që ne japin emocionet. Ky është problemi kryesor i përdorimit, prekja e emocioneve. Marrim një rast për ta kuptuar. Nëse një person i vihet një normal, i vihet një situatë negative dhe ai duhet të reagojë emocionalisht ndaj kësaj situate, një pacient i cili është përdorues droge nuk e kupton këtë situatë negative dhe nuk arrin të reagojë. Ky është ndryshimi që i bën trurit droga në krahasim me personin normal. Pra ndryshon emocionin, mënyrën se si perceptohet emocioni. Ndryshon sistemi kognitiv, ndryshon sistemin e të zhvilluarit të vetvetes, të memorjes afatgjatë ose afatshkurtër, inteligjencës. Për shembull, marijuana bën ulje të inteligjencës. Tek nëse fillon në moshë të re, tek fëmijët do të kemi një ulje shumë të theksuar të inteligjencës. Jep shfaqje të sëmundjeve psikiatrike, siç mund të jetë skizofrenia, siç mund të jetë depresioni, që janë sëmundje shumë të rënda. Vetëm marijuana. Nuk po flasim për drogat e tjera, sepse marijuanën të rinë, fatkeqësisht e shohin diçka më se cigare është. Biles, ka nga ata persona të cilët thonë që të rinë që është shëruese marijuana, ka efekte pozitive, që është vërtet, qofse përdoret siç duhet dhe për marijuana medicinale, për sëmundjet e sklerozës, por jo në qoftë se përdoret me një nivel të THC-je të lartë, siç është sot marijuana që ne flasim, që sot ta krahasojmë atë me marijuanën e viteve 1970, që ka qenë deri në 8 mg doza, sot e ke deri në 300 gjen dozën e THC-s, që është kalon pacienti në ka pasi rast, cili më ka ardhur nga Anglia, kishte konsumuar një cigare me një sasi shumë të madhe marijuane sintetike dhe kishte kaluar në psikozë nga marijuana, në narkolepsi. Ai shikonte personat e shpërfytyruar. Dhe të gjithë personat i dukeshin sikur ishin me sy të zinj dhe me hund të futur nga brenda. Dhe ky është rast real. Ka ndonjë 6 muaj në këtë situatë. Mbas 6 muajve është stabilizuar dhe shkruar në një normal. Nuk të shikonte në sy, e mbante kokën gjithmonë poshtë. Po këto vende që kanë legalizuar e përdorin kryesisht kanabisin nëpërmjet formës medicinalit. Ajo është e kontrolluar, domethënë ajo ka një nivel kombinim të përbërësve, të THC-s, të CBD-s dhe të CBN-s në mënyrë të tillë, e cila po ka, dëgjoj, varet nga lloji, për shembull ka raste me sklerozë multiple, të cilët mund ta duan edhe 10-20 mg. Varet. Por problemi qëndron te shpeshtësia e marijuanës. Nuk duhet të jetë shumë e lartë niveli i THC-s, do të thënë duhet të jetë i kontrolluar niveli i THC-s. Ktu i ke cigaret me nivel shumë të lartë. Me thënë se këta i bëjnë me llamba. Janë hibride. Po ndoshta kjo ka të bëjë me ardhur në pjesë. Tani është një pyetje për të tre, sepse hyn në një pjesë shumë interesante. Vërtet këto janë shumë drithëruese, po e quajmë, për shkak të çfarë i ndodh. Mira ai që e ka fëmijën dhe i kalon në pasojë të tilla, sepse e mendojmë këtë si për veten tonë. Tani si mund ta parandalojmë? Ju jeni jo thjesht avokat, po ju vini edhe si prokuror, vini me një eksperiencë të jashtëzakonshme.
A mund të ndalohet kjo me kodin penal? A mund të jetë vetëm kjo rruga? Shikoni, që lufta kundër drogave është luftë frontale shumë dimensionale, vlerësoj. Pra, ajo penalja, pa ndëshkimi penal dhe ndjekja penale është një nga rrugët e goditjes së drogave, por unë vlerësoj sidomos te përdoruesit, nuk është kjo rruga kryesore. Ne kemi një kod aktual relativisht që dënon represiv lidhur me përdoruesit e lëndës narkotike. Pra, masa e dënimit është 5 vjet në narkotike. Por unë vlerësoj që ne duhet kodin penal aktual ta rivlerësojmë në disa element që kanë të bëjnë me vendin ku shiten lëndë narkotike, pra nëse lëndë narkotike shitet pranë shkollave, pranë institucioneve të ndryshme arsimore, shëndetësore, ushtarake të tjera, dënimi duhet të jetë shumë i lartë se sa shitja po themi në vende të caktuara, për shembull të arit aty pak më parë, në vende që e lejojnë shitjen, shitja është e kontrolluar, ti mund të shkosh të blesh një lëndë narkotike administrativa, por brenda parametrave të caktuar mjekësor që të përdorimit, këto që tha doktoresha për përqindja e kontrolluar, ndërsa te vende që nuk është e lejon shteti në Shqipëri, ne nuk e dim sa e përqendruar lënda narkotike që përdorin të miturit, po dhe të gjithë tjerë. Pra, kjo mund të ketë duhet të ketë diferencim në llojin dhe sasinë e narkotike, për penale që parashikon kodin penal. Pra duhet parashikojë vepra të ndryshme për kanabisativin, kokainën, heroinën, lëndën sintetike, fentanolin e tjera. Pra, edhe kjo është një mënyrë tjetër që të diferencohet dhe të jetë efektive ndjekja penale ndaj lëndëve narkotike. Dhe edhe element tjetër që mund të pak kjo është në aspektin ligjor që ne vlerësojmë të bërë. Pastaj, më tej, struktura shtetërore. Pra, policia e shtetit, agjencitë e tjera ligjvërtetuese të ligjit, agjencitë e inteligjencës, strukturat e tjera administrative, arsimore, sociale, duhet bashkëpunojnë gjitha për të sparnjohur situatën dhe për të vepruar qoftë në aspektin e ndihmës psikologjike, mjekësore, edukative dhe në aspektin e ndjekjes penale. Në ato raste ku duhet ushtrohet ndjekja penale, të referohet çështën në polici, në pas të prokurori, të ndiqet persona që merren me aktivitet, atë që tha psikologja, nëse sot edhe unë kam informacionin publik, një pjesë e mirë narkotike shiton online. Policia duhet marrë masa që të ndërhyjë jo thjesht me mekanizmat klasik të lëndës narkotike, të gjetjes sekuestrimit në ambientin e shit, por të online, për të kërkuar si funksionon shitja online, kush janë ata shitësit, ndërmjetësit, transportuesit të diskutime bashkë të tjera. Pra, shteti ka një barë shumë të rëndë, sepse dëmtohet e ardhmë e shoqërisë, të paktën në aspektin ligjor dhe penal që e vlerësoj unë. Fushat tjera janë shumë të rëndësishme, që mund të trajtojnë zonjat, por ajo që unë vlerësoj që edhe këto operacione që policia e shtetit ka bërë këto gjatë disa viteve të fundit, sidomos për shpërndarjen e lëndës narkotike, tempo. Natyrisht, ky operacion ka një efekt në momentin e parë, por unë vlerësoj që në planin afatgjat nuk ka efekt, sepse dakord shumica e një pjesë e mirë këtyre shpërndarësve janë të mitur, cilët natyrisht dënimi i tyre nuk se në pak raste sjell parandalimin të veprimeve më vonë, por duke u përqendruar te shpërndarësit, ne zhvendosim vëmendjen nga brokët kryesor, nga ata që shesin me shumicë, po themi, nga ata që importojnë lëndë narkotike. Pra, se në fundit aty është burimi i përdorimit, te trafikimi njëherë, te mbjellja e shashit, te mbjellja e lëndëve, po te trafikimi nga lëndë narkotike, duke përfshirë lëndë sintetike. Pra, duke u marrë me shpërndarësit, duke angazhuar policinë në gjykimin tim, duke dhënë një kohë shumë të madhe, duke nga koha e punës shumë të madhe të harxuar me shpërndarësit, shfokusohet nga pjesa kryesore që është ata që janë shpërndarës me shumicë, i themi, sasive të mëdha, por ata që shpërndajnë në kilograme të tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme ky moment. Për ju pyetja e njëjtë, por edhe për atë që ju përfaqësoni, sa raste bëjnë telefonata, sa kërkojnë ndihmë, si është kjo strukturë dhe sa ju ndihmoni lidhur me këtë mision të shenjtë, po e quajmë, për të ndihmuar kryesisht njerëzit të cilët janë në nevojë, kryesisht familjarët. Duke qenë se tek platforma e raportimet vijnë online, por nëpërmjet një strukture që bëhet raportimi nëpërmjet chatit, është linja kombëtare e Këshillimit për Fëmijë dhe këtu dua ta theksoj shumë, linja kombëtare AL116-111 në të cilën jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit, edhe profesionistët, edhe prindrit, kushdo mund të marrë në telefon për të sjellë të gjitha këto rrisje që lidhen drejt për drejt me fëmijët dhe me shëndetin e tyre psikoemocional, fizik,
fizik, biologjike, të gjitha me radhë, çfarë do lloj ndihme që duhet të merret. Në këtë rast, në momentin që merret një telefonat tek linja kombëtare e këshillimit për fëmijë alo 116 111, menaxheri i rastit që është brenda asaj qendre angazhohet me të gjitha rrjetet dhe me të gjitha institucionet për të ardhur në ndihmë fëmijës. Kur them angazhohet me të gjitha, e nisi me që nga shkolla, që nga familja, tek komuniteti, tek policia, tek toksikologjiku, pra në çdo formë e mënyrë për të ardhur në ndihmë të fëmijëve. Për mua ishte vërtet alarmante fakti që vajzat 9 vjeçare në moshën 9 vjeçare do të thotë që të nisi përdorimi qoftë edhe i cigares edhe jo më për të shkuar më tej. Edhe në këtë mënyrë do të thotë që vërtet duhet të jetë një këmban alarmi në rritje për të ndërgjegjësuar dhe për të shtuar mekanizma mbrojtës dhe përforcues ndaj përdorimit të drogave të ndryshme. Si bëhet kjo? Në të gjitha format e mënyra, duke nisur së pari nga bashk komunikimi do thoja në familje, që është hapi parë, është një piramidë tepër e rëndësishme, nga shkolla, nga policia, nga institucionet përkatëse, për të shkuar pastaj tek ministria dhe tek shteti. Të gjithë duhet jenë të koordinuar dhe të bashkëorganizuar për të ardhur në ndihmë asaj që tham pak më përpara, sepse duke nisur gradualisht tek vetja bëhet orteku shumë i madh për duke kaluar pastaj tek shitës, blerës, edhe deri në përdorimin më të theksuar të drogave, të cilat shkojnë përpos elementeve të shumë psikologjik deri në skizofreni, por edhe në humbje jete. Erdhëm në fund të emisionit tonë. Sigurisht që në një tryezë profesionistësh dhe ky është një emision për profesionistët. Trajtuam disa probleme që kanë shqetësim, sidomos për problemet e drogave dhe përdorimin e tyre tek fëmijët, duke falenderuar për prezencën, për ekspertizën, për këshillat e vyra psikologen Borjana Dine. Faleminderit Borjana Dine që ishit sot në këtë emision. Duke falenderuar avokatin e njohur Besnik Muçi, faleminderit Muçi për ardhjen, prezencën dhe për kontributin tuaj. Doktoresha në veçanti Suela Xhufi për atë ndjeshmërinë që transmetoni për rreziqet që do të vinë, duke mbyllur me thirrjen Alo 129 Alo Policia. Është thirrje ku komunikimi midis qytetarit dhe institucioneve do të jetë një raport komunikimi jo vetëm thjesht institucional, por besueshmëri ndaj këtyre institucioneve. Besoni tek institucionet, mos bëni vetgjyqësi, mos keni frikë të telefononi sa herë që keni probleme, sepse do të gjeni përsëri. Dhe nëse nuk do të gjeni, drejtorin dhe emisionit ton Alo Policia, Alo 129. Faleminderit shumë, faleminderit, datën e mirë, shihemi në emisionin tjetër për emergjencat, kryesisht për përmbytjet dhe zjarret, për ato çfarë themi, emergjencat dhe sektoret e emergjencave dhe të ndihmave ndaj popullatës. Faleminderit, natën e mirë, shihemi të premten tjetër në orën 20.